Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përcaktuar nëpërmjet hedhjes së shortit të renditjen e subjekteve zgjedhore në fletën e votimit për parlamentaret e 11 majit. Partia Socialiste e Shqipërisë. Përfaqësuesit e secilës parti tërhoqën një numër referues, ndërsa listën e udhëheqi pari Koalicioni për Shqipërinë Madhështore i Sali Berishës. Partia Socialiste e Edi Ramës do të identifikohet me numrin 5, ndërsa dy koalicionet e tjera, Adriatik Lapaj me numrin 6 dhe ai Enkelej Dalibejait me numrin 9. Partia Aleanca Demokracia e Re do të përmbajë numrin 8 në fletën e votimit. Partia Social-Demokrati do të përmbajë numrin 11 në fletën e votimit. Partia Lëvizja Dheu numrin 3 në fletën e votimit. Partia Lëvizja Bashkë do të përmbajë numrin 2 në fletën e votimit. Koalicioni Euro-Atlantik do të përmbajë numrin 4 në fletën e votimit. Partia Mundësia do të përmbajë numrin 10. Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare do të përmbajë numrin 7 në fletën e votimit. Më herët Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar të gjitha listat shumëmërore të dorëzuara nga subjektet politike për kandidatët për deputet në garën e 11 majit. KQZ po përgatit fletën e votimit për t'ia shpërndarë afro 250.000 votuesve në diasporë.